Kjo është historia e pazakontë e një mjeku të përkushtuar që luftoi për vite me radhë që të fitonte të drejtën e shkollimit. Kaloi peripeci të pafundme për të bërë ballë pengesave, prapaskenave dhe njerëzve që kërkonin ta demoralizonin. Razip Ago, sot në mes të 70-tave, me shikimin e humbur prej tronditjeve të forta shpirtërore që përjetoi një jetë të tërë, i shërbeu me devotshmëri njerëzve në fshatrat më të thellë të Korçës, por si shpërblim të viteve të vështira të komunizmit, mori goditje të fsheta prej shumë njerëzve që ju kishte shërbyer me devotshmëri, të cilët e spiononin dhe e përndiqnin dekadë pas dekade derisa diktatura ra. Historia e tij është shembull se si në shoqëritë e sëmura, prej diktaturave të gjata si e jona, prej deformimeve në karakter, njeriu i ri ja shpërblente bamirësit me ligësi dhe fal këtyre njerëzve, Razipi përjetoi stuhi pas stuhie në jetën e tij. Duke bërë një rezume të historisë së familjes Ngarriedh, Razipi tregon se Ihati Safeti ka lindur në vitin 1912 në Panarit, aty ku e gjithë familja do të kalonte një periudhë të vështirë lufte gjatë sulmeve greke të 1914-s, e ku do të humbte edhe nënën e tij, Nazifen. Kjo ngjarje do të ndërronte përgjithmonë rrjedhën e jetës së Safetit. Pasi mbetet jetim, ai do të birësohet nga daja i tij Saliu, një burr i ditur e arsimdashës, dhe do të rritej nën përkujdesjet e gjyshës së tij Selimes. Prej kësaj kohe, ai do ta ndërronte edhe mbiemrin nga Busho në Ago. Në korrik 1914, siç i keni dëgjuar, janë bërë masakra greke në Panarit. Edhe atje u vran 473 burra, gra, fëmijë. Familjet e këtej nga që rrita unë familja Ago, pa ajo që është Busho në fillim. Ishin dy vëllezër, Agua edhe Maliqi. Agua ka vdekur shumë i ri. Kupton gjyshi. Edhe këta u rritën aty Maliqi me atë. Ikën në 1914, i ndoqi greku dhe ikën në ullin të Vlorës këta. Edhe ndenjën 3-4 vjetë andej. Kurse pjesa tjetër këmja ishte gjyshja ime, ikën këte nga to Morrica. Edhe u këthuen shpejt ata. Po kur erdhën këta, greku i kishte vrarë shumicën në tyre. Edhe kjo vajti shikon të shtëpinë atje, shkretua fshati mere me menti, shtëpi të djegura, njerëz të vrarë aty. Kur vajti atje në atë lagjën, familje madhe, ata familje me kulli, thoshim në qatë shtëpia. Kishte atje që përgjosh me rojën që ati. Se ishtë familje madhe këshu atje. Nuk gjeti asë njeri në atë lagje, vetëm një mace që vinte të vërdalla aty, dhe kjo që e pësoj një tronditje shumë të thellë dhe vdiqë. Si që të regonin ata. Edhe i rriti një xhaxhaica, e mbajti një 2 vjetë, po kishte edhe një djalën e saj ajo, si mbante dot ata fukarenja shumë të djegur aty, dhe vete ky Maliqi, që të thash që ishin me Agon kushtin të parë, edhe e merë këtë babin tim, e sjell në Grabock. Edhe aty u përkujdes gjyshja Selimeja, ajo e rriti e edukoi kështu. Razipi rëfen se Ihati u rrit në familjen e dajave. Saliu, që e birësoi, ishte një prej burrave më arsimdashës të asaj zone. Pas një emigrimi për mbi një dekadë në Amerikë, ai ishte kthyer në atë dhe me një bibliotekë të pasur dhe ishte bërë mësuesi i parë i zonës në vitin 1918, kur u hap shkolla shqipe. Razipi tregon se si u vendosën 12 familje nga Panariti në Grabock në vitin 1916, pasi kishin blerë tokën e atij fshati të vogël me smaleve. Mes tyre ishte edhe familja e Saliagos,
që kishte birësuar Teatin, Safetin dhe pikërisht aty në vitin 1950 do të lindte edhe vetë Razipi. Aty mes atyre familjeve ishte edhe një personazh që do të kishte një rol të rëndësishëm më vonë në disa momente të jetës së Razipit. Ai ishte Myftar Grabocka, siç rrëfen Razipi, në atë fshat të largët që kufizohet nga Përmeti, Skrapari, Kolonja dhe Korça, gjithçka do të rrithte e qetë deri në mesin e viteve 40, kur do të instalohej regjimi komunist në Shqipëri. Na viti 55 që thuajti çu. U vjen ky Myftari me kishte birë vendi, me kishte edhe komunist, me shumë. Edhe u propozot do të bëhen kooperativë. Me ato gënjeshtrat e tyre që ishin ata. Po jo ma ne bëhemi, po ja do bëhemi, po jo kështu, sa firmosën ata. Janë berë në vjesht 54, 55 në shpallën kooperativën. Pasaj donin ta prishin, u prishë dhe mori fam të madhe që u prish kooperative Grabockës. Ka vajtur dhe Akitoska. Mirë po ata e morën forcën a herë dhe thoshin, si e qojnë atë malin atje s'pëndalike. Ne i thanë do vënë një tabel të madhe atje në kryer dhe shkrojnë kooperative Grabockës e ju nda që u benin dhe shmos u beni pasaj se ishte forca se. I dërgonin i meri në Visku që ishte lokaliteti, i benin presion në pranuan. E prishnin prapë me breshin. Timat e kanë zgjidhur brigader. Në dukje, jeta vazhdonte normalisht, por kontrolli i regjimit po hynte gradualisht në çdo familje, në çdo marrëdhënie dhe në çdo biografi. Ndërkohë Razipi ishte ende fëmijë, i sëmur shpesh mes spitaleve dhe frikës së familjes. Tashti edhe unë u bera 4-5 vjet atëherë, që thoni ju. Po sa kam qenë deri në klasë e parë, unë kam qenë shëndetlik, smursha shumë shpesh. Jo me bronkopneumoni, kam kaluar dhe një pleurit, ashtu më shtrojnë në Viskuq edhe në Poton, rrethit Skraparit. Të dy rastet ka qenë një ligor poro, nuk ishte mjeka, e ndimës mjek ishte, po ishte shumë. Po njeri aq i dashur, aq i mirë, sa nuk e ke idenë, më shëroi mua. Askush nuk e mendonte atëherë se ai djalë i dobët fizikisht do të spikaste kaq shumë në shkollë. U futa në klasën e parë. Tashi ju nuk e besoni, po unë do të them tani si Belur Gjiraqina që thoshe. Shpërtheva kështu, kisha një kujtese, një ashu, aq të forca se kejti. Unë Qërbelane në i frashit e kam lexuar në botimin e tia si që ka qenë me ato germat. Edhe e dinja përmendësh. Baba to morin e atia, tanën që ishin ato libra aty. U futa në klasën e parë shkëllqej, klasën e dytë, tretë, vetëm nota maksimale. As vetë nuk e di se është. Që andej pasaj si mbarova këto unë. 7 vjeçare, se 7 vjeçare ishte atëre kam bërë panarit. Në klasë, Razipi dallohej menjëherë, merrte vetëm nota maksimale dhe ishte nxënësi që mësuesit e kujtonin gjatë. Neve jepnin provime që në klasë të 4, kishte komision, vinin dhe nga rrethi. Edhe në klasë 7, tashi kur vajta në klasë 7 atje, edhe ka qenë një Jorgaq Tanellari, një djali gjata, bjond, këshu. Edhe më thirri mua, hajde këtu, vajta unë aty. Një kina mbushuj ujnë, ishte larkë nga shkolla në ti. Apo do ish një tezë, e hoqja unë atë tezë, lere aty më tha mua. Atë përgjigjemi, thashun, pa pregatitur. Përgjigju, thaj. Edhe të fillonjë unë atë varkë malet e jezerë, se ti unë ashu ata. Por, ndërsa i rritej me ëndrën për shkollën, familja e tij po hynte gjithnjë më shumë në rrethin e kuq të regjimit. Plaku kishte një armë, një patickë italane, i thoshin ata. E ishin të vegjel në atje, delin atje dhe të njeri kishin ata belqikët gjermanë dhe që lonin këshu në këto pemë, të trunjët të mëdhenjë ata. Ajo e të shponte te, kurse ata belqikët nuk e shponin do të atje. Ja morën plakut atë. Sigurimi këta që ishin policisë, ja morë dhe ja dha një
fshatari që ishim aty me ti. E I thosha unë, ku e ke atë? Po e morën e ben tim, do me thënë, da që sa kuptonja unë deri në atë kohë. Razibi rrëfen se shumë shpejt ajo që ndodhte në fshetësi dhe në Rogoz do të shfaqej hapur. Një dolli në një dasëm do të mjaftonte që emri I familjes Ago të përmendej në degën e brendshme. Jam smurur atëherë unë për herën e fundit vajta në Viskuq, edhe kur vajta në Viskuq atje na ka ardhur, na ka marrë një nip I këtij degës teatër që ishte, Maliqi që mori këtë. Ata ishin cilësuar kulak. Po unë aq më donin ata sa se ke idin. Edhe vinja me 2-3 muaj më mbanin atje një tjetër. Edhe isha në Viskuq unë, e vjen në Amera e me gjithë maman, në shtiri dhe ajo mushka atje, vejemi atje. Kishin një dasmë ata, martuan Çukxhaxhaj ata, nuk kishte prindër ata, e martuan këtu në Borje. Okay. Edhe vjen dhe plakun në atë dasmë, na merrte edhe neve, qëllon edhe ai se kishte të nipin edhe ai, duli ai, që thash kishte makazinier ky. Edhe ky plaku ngrej një shëndet dolli, siç I thoshim neve. Për një të nipin që kishin të vëllain e këtyre, ai ishte I arratisur. Kishin qenë me ballin ata, kishin qenë me partizan fillim, pastaj me ballin ata, të jatin dhe një vëllain e madh një Syria, Zalo Selenica dhe Syrian, I vrau partia ata. Ky iku arratis, shkoi në Gjermani, nga Gjermania shkoi në Amerikë. Edhe ky thotë të marrim një shëndet për faj ikun. Ata që ishin aty ca komunista, një të lajmëruar atë degën e Seks, kur kalojmë në mëngjes në shëmtirën e që të kalonim për në fshati andej, edhe ishte një kryetar këshilli, edhe takoj ai duli atë. Pse ke dalë këtu a myrë, thotë. Tani këto mi tregon të plakun, ma se unë kuptonja se unë isha I smur dhe hipur në pelë, për që veprimet I pash. I tha, ju do arrestojmë ceken për baban tim. Pse? Ka pirë shëndetin e fajikut. Po të nipi ti, a thaj pirë. Dulja nuk tremsh. Burri shkurtë, po energjik, besnik deri fund. Edhe me zuri kështu për çaketë dhe tundi. Mirë to. Kur të arrestojt e Terglabocka, tha, se së të lejmë ne, tha, se unë bëjnë lartë, se ju kishte favore, se babane kishte dëshmor, kishte vrarë. Myftarin e kishte djalë Xhaxhaj, kishte kryetari komitetit. Shtyllakët, beha shtyllë një tjetër, I kishte tërfisin atë. E po si të bëjmë, leret, ç'ke tha me atë atë. Edhe mi tregon të plaku pasaj këto që I iku njërë atë. Pas kësaj ngjarje, Razibi kujton disa episode që do të shkaktonin pakënaqësi ndaj regjimit në familjen e tyre dhe njëkohësisht do ta ashpërsonin klimën e marrëdhënies së tyre me diktaturën. Kur morën ato bagëtit, ne ishim 3 kurora. Ishte plaku, ishte ky I biri Saliut Xhemali, që atë unë e kisha Xhaxhaj vëlla, atje ishte edhe Izeti prap. Ai barku teatër që ishte Rizaj me atë. Njeri që kishte 100 kokë, ai I përfitonte tëra 120 kokë. Nga 200 e ca që kishim neve atje, morën vetëm 58 kokë. Ato 10 se ishin 2 serë që kishim. I kishim dhe njerit që nxirte prapë në Muzeqe dhe dërgoi ai. Që të vinë t'i marrin ata se I sollëm ne nga Muzeqe. A ditë që vjen këta të dy me Izetin, komisioni kishte një gjysmori që kishte vajtër. 18 kokë të takojnë. Si në të takojnë 18 këta? 18 kokë të takojnë. Një ti përfshirë dhe kooperativa dhe ato I morën aty. Na kanë marrë dhe kazan të rakis që mbaj mend vetë. E që ishin, më thetë thash, po ishte dhe një me madhe, sa aty afër shtëpisë kishim një selish të madhe, I thoshim me toka, atje ben stalla, ata e ben lëmenje, ben hangare, ben një vatër kulture, ben zyra, ben magazine, edhe ne mblodhëm janë atje një shtëpisë kishte. Po shqyqyr që nuk nashu. Deshtën si lësonin një 3-4
familje polak ata, po nuk i ben sepse po të benin atje zirsh dhe vete e familje e mëftarit, se dhe e pasur ishte si puna jonë. Për mos bere dhe fshatun me njollë, kështu nuk i ben kulak, po ata ishte më keq se kulak ajo, puna jonë që në i ben. Kjo ishte tabloja e krijuar në familjen Ago në fund të viteve 50 dhe fillim vitet 60. Pasi u morën çdo pasuri që kishin, ata e kuptuan se goditja që edhe më ashpër se ti kishin shpallur kulak. Siç kujton Razip Ago, trajtimi ishte edhe më i rëndë. Tash kur e prishin atë kooperativën ata që mbajtë atje, erdhën e shkarkuan nga brigaderët i madh. Atë i zetin si brigaderë shkarkuan para, edhe kryetare kooperativës Arshini, që kishin nip këta, e shkarkuan dhe hoqin në partia. E hoqin në partia, po ish kushiri pari Miftar Gaboc kësaj, kryetari komitetit. Edhe lojti një politik shumë teatër ai. I tha, beni një si gjuashzini me vlla me vlla, se ishin 6 vëllezër ata, edhe ben një si ndarje, edhe njeri nga këta nuk u fut në kooperativë. Edhe kanë dorëzuar ata vetëm 10 kokë dhe kuptone? Edhe pjesën teatër kanë mbajtur ajo deri në 67-ën. Megjithatë, Razipi vazhdonte të besonte tek shkolla, ishte vetmja rrugë për të dalë nga izolimi, por regjimi kishte vendosur ndryshe dhe ky do të ishte rrugëtimi më i vështirë i jetës së tij. Pastaj duke rritur, duke shkuar në shkollë, atëre filluan ato. Mbarova 7 vjeçaren, si thash, benim dokumentat, i dërzonim komitet ekzekutiv neve këto dhe vinin përgjigjet. Edhe erdhi një kontratë që unë do vinja në pedagogjike. Sa vinim ne atje, po ja uzu, kush vajti një shoku im Faiku. Ai kishte përkrajem shumë, jo se kishte rezultat, asnjë të 100-ën e notave time, kishte më shumë, po ne na thoshin që u favorizojnë më shumë se një kooperativ. Vajte ajo. Vitin e dytë, besh një fest aty që ishte formuar brigata e parë. Atje ai sekretari lokalitetit më gjen prap mua dhe më jep kontratën atje. Kur ikëm ne që do ikim për në Korçë, tha, atë vendi e zën, ai si është zën vendi e zën, tha. Ka vajtur një djalë teatër. Fillova pasaj bujqësi unë aty, bambu, në ato. Atë vit, edhe vitin teatër, më thanë, në 67-ën kam ikur në Ekurudh, thojti. Ishte Ekurudha Rogozhin Fier. Razipi tregon se shkolla ju premtua 2 herë, por që të dyja herët emri i tij u hoq nga lista dhe arsyeja nuk thuhej kurrë hapur, megjithse arsyen të gjithë e dinin, ishte biografia. Dë muaj. U ktheva dhe një vit aty. Më morën ushtar. Ushtin e kam bërë në Gjirokastër që thuajti çup. 25 muaj e 5 ditë. Po atje në Gjirokastër ishte shkollë instruksioni. Ai komandanti që më mori mua kishte marrë një kushin ton, e largët po. Mua më përkrau aq shumë sa nuk e kishe ide. Jashtë masa e vetë. Edhe takonja unë ata studentat mbaruan aty, me doktora një tjetë, po ta kishë gjuar Koço Dimpën që ishë kirurg këtu në Korçë. Bujari Sakun ishin ata Fotaq Malo, ishte një çam teatr që ka shkruar ai për Bilal Xhaferi, një mbajmën tërat. Atje e kisha atë më të keqen. Se sa rrish kultura, nuk arrish kultura. Ata kishin mbaruar universitetin, nuk kishin mbaruar 7 vjeçare. Lexonja unë i varfër atje, se ishte biblioteka. Mirë, po s'besha, e them një herë unë ati Koçës.
Mund të ambarojnë do të unë të mesme. Ti do dalë doktor, më tha mua jore. A ja futin basa dhe kota. Mirë, faleminderit, rëmë goja, u lirova unë që thuaj. Edhe gjenjë atje në fshat tonë, kishë ardhur një kryetar kooperative në Korça, Gaqo Adhami. Njeri me zemër të madhe, i shkëlqyer, i ditur, sa nuk kishte. Po ti thoshe për shkolla i besh copë dhe o do të ndihmonte shumë. 4 ditë në një shtëpi dhe vajte i thejmë. Dalë të pyesi më tha atje, po është një 2 vjeçar, jo i thashun mesme rëson të vazhdoj shkollën e lartë. A gjithë dëshirë kisha. Edhe mori shkollën e Duaranit ai vetë. Një në drejtori, një në zhdet sherifi e qonin. Filluam shkollën që thuajti që për moshën që kisha arritur unë edhe për atë bagazh që krijova atje kur isha në shkollë instruksionit. 2 vjetën ata. Unë i thithja me njëherë ato. Sa flisin ata, mora një famë atje. Ka ardhur një student kështu e kisha dhe ca shok të tjerë, por nuk ishin ca qobejnë ata mësonin shumë të zgjuar. E nga 96 që ishim neve kemi mbaruar 16. U seleksionuan. Nuk të kalonin në shota. I shojti e shkret matematikës. Mes hekurudhës, ushtrisë dhe punëve të rënda, Razipi thellohej në rrugën e dijes. Peripecit do ta ndiqnin në çdo hap që hidhte dhe në çdo ambient ku gjendej, por dukej se fati ishte më këmbëngulës se çdo rrethan tjetër dhe do të dilte edhe mbi gjithë prapaskenat, zilit dhe keqdashjen. Pata dhe një përplasje pasaj me atë drejtorin e firmës. Edhe atje i kam grisur ato tezat e provimit. Provimin e beri me 10 veta, e beri komisioni për mos ullur notën aty. Jo vekë unë, po vekë ata vunë 10 atë tëra, aty shto benta, dhe unë 10. I ka... Ta shimu kërkonja për të ikur në shkollë të lartë. Edhe vinja pyesja atje në komitet, a kanë ardhur dokumentat? Nuk kanë ardhur. Ishte një mjallaq, shef kuadri, shkriti, s'kanë ardhur. I këmë thanë mua kërkoje. Vetë një aty dhe vetë e takojnë sekretari i byros edhe kryetari i këshillit. Po atë sekretarin e byros, mamaja e kishte kushtit parë. E Kuran Pinderi. Edhe më tha mua, do vesh atje dhe do të thuash ta 2 që ishin atje 2 vëllezër, Fariut dhe Mitatit, që në qoftë se nuk ma jepni, tha mua, do të ma bëni biografin në popull. Vete unë atje, në shtëpi e këtyre, brenda në shtëpi, them unë kështu. Mirë, thanë ata, po i ki thuaj ati sekretarit, po më përpara unë kisha punuar kështu, kisha thënë një nga një, do ma jepni, njeri nga ta që kishim e tonin atë, hem nga vete tia, hem nga e shoqja. Hem e asaj, shoqës atje dhe mamaja kushinet para ishë. Aji shtë them unë një nëziro. Tha, se i thashën më thanë dhe ata të tjirit që do ma japin, qarë ata dhe folin shprehet keqe atje. Po pse nuk doni ju, i thashën atje. Ne kemi vendosur, tha atje si organizat nuk ta japin. I ka unë. Pas asaj mbledhje dhe shijes së hidhur që mori prej saj, Razipi tregon se në zyrat e regjimit emri i tij diskutohej jo për aftësitë dhe rezultatet e tij, por për të atin, për fisin, për të arratisurit dhe për të kaluarën. Ai do ta kuptonte se në Shqipërinë komuniste biografia trashëgohej e po njësoj edhe faji. Gjagjaj që i thoshim ne, Izeti, që ishte kushiri i pari plakut, kishte dajin dhe 2 kushin të parë të pushkatuar. 2 të arratisur. Plus edhe nga i vjerrja njeri ishte qenë partizan në ditë e fundit ishte arratisur nga ata të Konetrit dhe njeri vdiq në burg në ata. Kurse në i prau teatr në ata të kushin të tjerë kishim ata që piu dollin faiku që kishë ikur, e thoshin që ka qenë me ballin. Nese, kur më ben biografin të qup, edhe më kanë thirrur në zyrë mua, ke partit, si të bëhet gjyq, e më thanë mua do t'a japim, ty e mori fjallin një Ahmet Beluli ati dhe tha, ne do t'a japim, tha,
Pyesa se ke vullnet njëri tjetër, apo kemi vërejtje për baban tënd. Vërejtja ishte s'ka dalë tha në aksion. Që ujtë e pishë? Po e bera unë i thash ati të e berët. Po ja tha na thonë tha që aju ka ca bagëti që i ka fshehur, tha. Kua? Për ne dajlarët tim panarit. Mirë, thash, të shkojmë nesër me njerin nga ju edhe merrni një kooperativë. Po jo ne kështu na thonë. Sa thonë është diçka teatri, thashun është. Nese bën atë copë. Karta ta e mora unë e shtëpia atyre. Sekretarit byro, sekretarit këshillit, po e di unë ata e shkrojtë ndryshe. Vete ja dorëzonja ati shefit kuadrit, seksion të arsimit. Ati me Allah që i të në mirë, thati. Thashi, të tregojnë si ka njarë puna që kam ikur unë atje. Maqonini se dhja kështë gjura doktorin të. Gjaxha i këtia ishte krye inspektor, Jani Nini. Edhe duke para ato, thot atje që unë do t'i jap një bursë të mirë këtia se kemi udhëzim dhe nga Jani Mihu, a Jani Mihu ishte kryetari i komitetit, që ti plotësoj me kuadro këto zonat. Se nuk na vete njeri doktor në Trebickë dhe në Panarit. Edhe ma dhanë mua për mjek. I ka unë mjek. Pas shumë pengesash, më në fund, Razip Agos do t'i jepej një mundësi për të studiuar mjekësi. Ai i kupton të rrethanat, regjimit i duhej një mjek i mirë në ato zona të thella ku mjekësia ishte kaq e nevojshme dhe mjekët mungonin. Njëkohësisht, kjo ishte një mundësi e artë për të që të shkollohej. Por a do të mbaronte gjithçka këtu? A do ta minonin rrugën e tij edhe më tej biografia, prapaskenat dhe zilia?